Unë personalisht hy tek ata që mendojnë që në Shqipëri nuk ka oligark, sepse fjala oligark ka një kuptim të caktuar dhe kush e përdor këtë fjalë nuk është shkruar akoma nga kthetrat e propagandës komuniste, vetëm thjesht ka ndryshuar fjalën për ta sjell veten në kohë, nga kulak e ka bërë oligark, se i duket vetja më modern, kur e thot. Po oligark në Shqipëri nuk ka, se po të kishte oligark në Shqipëri, nuk do paguanin më shumë ata që fitojnë më shumë, si fillim. Po të kishte oligark në Shqipëri, nuk do kishte gjithë këto iniciativa nga ana jonë në gjithë këto vite për të ngushtuar rrethin e fitimit abuziv të atyre që kanë më shumë, sepse oligarkët si definicion janë forcë që i ngushton rrugët e konkurrencës dhe që ja ngushton qeverisë rripin nëse qeveria do të zgjerojë fuqinë e interesit publik në raport me interesin privat. Kjo nuk rezulton në Shqipëri.